Është tashmë e njohur se qëndrimi i gjatë në hapësirë ka pasoja serioze për trupin njerëzor, dhe një nga efektet më të dukshme është humbja e dëndësisë së kockave. Astronautët që kalojnë periudha të zgjatura në orbitë humbasin masën dhe forcën e kockave të tyre. Pas kthimit në tokë, rikuperimi është i ngadalë dhe shpesh i paplot, duke lënë pas pasoja të përhershme. Një studim i ri tregon se ky fenomen është më i thellë dhe më kompleks nga sa besohej më parë, duke ngritur shqetësime serioze për misionet e ardhshme, përfshirë udhëtimet e gjata drejt Marsit. Astronautët që kalojnë disa muaj në hapësirë shohin një humbje të dëndësisë së kockave prej 1 deri në 2% për çdo muaj, një ritëm i krahasueshëm me humbjen që ndodh gjatë dekadave të tëra në tokë. Studimi më i fundit, i kryer nga një ekip ndërkombëtar në drejtimin e Stephen Boyd nga Kanadaja, përfshiu 17 astronautë që qëndruan gjatë në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Studiuesit vëzhguan kyçet e duarve dhe të këmbëve para, gjatë dhe pas misionit, duke zbuluar se humbja e kockave ishte më e thellë se sa pritej dhe rikuperimi shpesh nuk ishte i plot. Pas një qëndrimi në hapësirë, dëndësia tibiale e astronautëve të rikthyer nuk ishte kthyer në vlerën e saj fillestare edhe pas një viti. Humbja e dëndësisë së kockave ishte ekuivalente me atë që do të përjetonit në tokë gjatë disa dekadave, shpjegoi Boyd, duke theksuar se efekti është kumulativ dhe për çdo muaj të kaluar në mikrogravitet, humbja shtohet. Një nga konkluzionet më të rëndësishme është se sa më gjatë të qëndrosh në hapësirë, aq më shumë dëndësi kockash humbet dhe aq më gjatë zgjat rikuperimi. Ky është një problem serioz për misionet e ardhshme të gjata, si udhëtimet drejt Marsit, ku astronautët mund të qëndrojnë pa gravitet për vite të tëra. Sipas një studimi të vitit 2020, një fluturim 3 vjeçar drejt Marsit mund të rrezikojë deri në 33% të astronautëve nga osteoporoza, një gjendje ku kockat bëhen shumë të brishta dhe të thyeshme. Përveç humbjes së densitetit, qëndrimi në hapësirë ndryshon edhe vetë strukturën e kockave. Boyd përshkruan, kockat si pjesë të kullës Eiffel. Ekspozimi i zgjatur në mikrogravitet çon në humbjen e disa pjesëve metalike brenda strukturës, të cilat nuk rikuperohen më. Me fjalë të tjera, edhe pasi dëndësia e mbetur rifitohet, humbja e përhershme e disa strukturave të brendshme është e pashmangshme. Ky efekt mund të ndikojë në forcën dhe qëndrueshmërinë e kockave për pjesën tjetër të jetës së astronautëve. Astronautët e stacionit ndërkombëtar ushtrojnë rregullisht, duke përdorur pajisje të ndryshme për rezistencë dhe kardio, por kjo nuk mjafton për të parandaluar plotësisht humbjen e kockave. Ushtrimi ul ritmin e humbjes, por nuk e ndalon atë. Për më tepër, ndryshimet hormonale, metabolike dhe ato të mikrogravitetit luajnë një rol të madh në këtë proces, duke e bërë sfidën më të ndërlikuar se sa mund supozohej. Për misionet drejt Marsit, pasojat janë të dukshme dhe shqetësuese. Një fluturim 8 mujor i planifikuar në disa koncepte të ardhshme mund të lërë astronautët të dobësuar për shkak të humbjes së dëndësisë së kockave. Ky studim, i botuar në Scientific Reports, thekson një sfidë të madhe për eksplorimin hapësinor afatgjat. Përveç humbjes së densitetit, ndryshimet strukturore në kocka kërkojnë studime të mëtejshme dhe zhvillimin e strategjive më të sofistikuara për mbrojtje. Ushtrimi specializuar, dieta, suplementet minerale dhe teknologjitë e tjera mund të ndihmojnë, por nuk eliminojnë plotësisht rrezikun. Në të ardhmen, për udhëtimet drejt Marsit dhe mëtej, astronautët dhe shkencëtarët do duhet të hartojnë plane të hollësishme për të menaxhuar shëndetin kockor. Kjo përfshin monitorim të vazhdueshëm, pajisje të reja ushtrimi dhe strategji që kombinojnë bioteknologjinë me mjekësim preventive. Humbja e densitetit dhe ndryshimet strukturore janë një kujtesë e qartë se edhe trupat më të trajnuar dhe më të përgatitur mund të jenë të cënueshëm në mjedisin ekstrem të hapësirës. Në fund, studimi tregon se eksplorimi hapësinor nuk është thjesht një sfidë teknike, por edhe një sfidë e trupit njerëzor. Çdo fluturim afatgjat kërkon një kuptim të thellë të biologjisë dhe adaptimeve që duhen bërë për të siguruar që astronautët të mbeten të fortë dhe të shëndetshëm, jo vetëm gjatë udhëtimit, por edhe pas kthimit në tokë. Në përmbledhje, qëndrimi në hapësirë nuk është më i rrezikshëm për kockat e astronautëve se sa mendohej më parë, duke treguar nevojën urgjente për strategji. Qëndrimi në hapësirë është më i rrezikshëm për kockat e astronautëve se sa mendohej më parë, duke treguar nevojën urgjente për strategji të reja mbrojtëse dhe përgatitje të kujdesshme për misionet e ardhshme në hapësirë.